ndahet nga jeta themeluesi i CNN-it, Ted Turner. Biznesmeni dhe vizionari amerikan Ted Turner ndroi jetë në moshën 87 vjeçare ditën e djeshme duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme në botën e medias dhe më gjërë. I lindur në Ohio, i rritur në Atlanta, Turner i njohur me nofkën Goja e Jugut për stilin e tij të drejtë për drejtë, ndërtoi një perandori mediatike që transformoi mënyrën se si transmetoheshin lajmet. Ai themeloi CNN-in në vitin 1980, duke bërë kanalin e parë të lajmeve 24 orëshe në botë, një revolucion që ndryshoi përgjithmonë industrinë televizive. Në drejtimin e tij, rrjeti u zgjerua me platforma të tjera si CNN International, si dhe kanalet njohura si Turner Network Television, Turner Classic Movies dhe Cartoon Network. Turner gjithashtu ishte pronari i ekipit sportiv Atlanta Braves. Përtej medias, ai ishte aktiv dhe në çështje globale duke themeluar United Nation Foundation dhe duke mbështetur iniciativat për çarmatimin bërthamor dhe mbrojtjen e mjedisit. Ai kontriboi dhe në rikthimin e bizontëve në Amerikën Perëndimore dhe krijoi serialin edukativ Captain Planet and Planeteers. Karriera e tij nisi herët, ku në moshën 24 vjeçare mori drejtimin e biznesit të reklamave të familjes pas humbjes së të atit. Më pas ai investoi në radio dhe televizion, duke blerë një stacion në Atlanta dhe duke kthyer atë në një platformë inovative për përmbajtje. Në vitin 1996, Turner shiti rrjetet e tij të Time Warner për rreth $7.5 miliard, por mbeti një figurë kyçe në drejtimin e tyre. Në vitet e fundit të jetës, ai përballej me probleme shëndetësore, përfshirë demencën, e diagnostikuar në vitin 2018 dhe një episod pneumonie në fillim të viteve 2025. Ted Turner la pas 5 fëmijë, 14 një për mpesa dhe një trashëgimi që do mbetet e pashlyeshme në historinë e medias globale.